Dhe sot do të trajtojmë kungimin. Çka është kungimi? Dijeni, thot Allahu ju mëshiroft, se mësimi i krishter mbi kungimin përmban kufër të qartë. Kufër të qartë, mohim të qartë përmban kungimin. Merr bukën, i këndon disa fjalë dhe menjëherë kjo shndrohet në trupin e Krishtit. E tash paramendo kur shndrohet sipas tyre në trupin e Krishtit, çka janë gjendje me bo xhamati i krishter. Po ashtu, pasi lexon disa fjalë mbi gotën me verë, tash, vena që është, thot kujtojnë se ajo bëhet menjëherë gjaku i Krishtit. Bëhet gjaku i Jezusit. Sepse po e marrin një pjesë të Zotit Jezus, sipas tyre në thojsa apo. Bas për këtë e marrin kallëzimin e Mateut. Thot i cilin kapitullin e 20 të Ungjillit të tyre thot se Krishti një ditë i kishte ftuar apostujt dhe bukën që po e hante e ka ndarë në disa copa dhe u ka dhënë atyre që ishin aty duke ju thënë: hani, ky është trupi im. E gjetëm një fjalë, edhe tash prifti mu çu me bo çdo bukë që është trupi i Isait alayhis salam. Pastaj u ka dhënë të pinë verë duke ju thënë: pini se ky është gjaku im. A na dim që plot gjëra që si ka bo Jezusi fare, këta i kanë shtu. Se kanë kontradikta Ingjilt njëri me tjetrën, apo? Gjoni besohet se ka qenë prezent kur është ngritur Isa alayhis salam në qiell, por në Ungjillin e tij asgjë nuk përmendet në lidhje me këtë e as për bukën. Pse s'po përmendet te Gjoni, te Ingjili i Gjonit? Po përmendet te Mateu, ndërsa te Gjoni s'po përmendet. Qa që i rëndësishëm kjo gjë nëse është në fenë krishtere, edhe Gjoni e kish shkrujt në Ingjilin e tij. Thot, kjo mosmarrveshje është vetëm një nga argumentet se citimet e Mateut nuk janë të sakta. Nuk janë të sakta. Të krishterët besojnë se çdo copë buke të cilën e ndon prifti, qërë tash, gore mirë, çdo copë buke që e ndon prifti është trup i kujt? Jezusit, i Krishtit. Jezu Krishti, e thënë? Bukur. Në të gjitha dimenzionet e soja, edhe sikur të thehe ajo bukë e grimcuar në 1000 copa të vogla. 1000 copa të vogla, 1000 trupa të Jezusit. A pëshini, qëfar besimi? Për atë arsye njeriu i logjikshëm, njeriu që pak lexon, njeriu që është i sinqert me Allahun e vet, me Zotin e vet, vallahi e la këtë fe. Për njerë pranon Islamin. Dhe nuk mirët me këtë gjë.